Për njerëzve rrinë të folë, të bisedu, edhe qyshën të bisedu, veç kur të pajsh ja ka nisë më falë. Mos e ba këta, musliman. Jo që është ndalume, jo që është haram kjo. Mirë po mos e ba, nuk po thamë që është haram. Mirë po mos e ba, koncentrua vetën. Paramendua ti dy shokë janë të hi të një mretë. Paramendoj. Edhe shkojnë të jam shu njënë tjetër në krahë, të bo hajgare dhe hinë e qelin derën, kur të qelin derën në hivesh para mretit. Paramendoj që është njihën këta. E ti kur të hesh në salah, kur të janis më falë, je hi në salah para Rabbul Alamin. Kështu që para se me hi në salah, koncentrau, lej muhabetet, qëtësau, pregadit e pak vetën që me hi në salah, me hi para Rabbul Alamin. Musin të folë, të bolaf, të bisedu me këta, edhe dhe një veç Allahu Akbar. Jo, nale pak muhabetin, nale pak lafin para se me njës më falë, qëtësau, e sheh ta letësën shumë, më koncentru në salah me lejen e Allahu të azogjel. Por që ta dhe shini këta trit, ose fmit e vogël kajt, të më rrinë të lujt, të bo hajgare, edhe subhanallah, e ja u kujten shejtani bashkë do hajgare bashkë, të janis më falë, e të një i sheqin ndoqë edhe keshin të falë. Kujdes, largo prej muhabetit para se më janis më falë.